Miq Prizmës. Ajo që me të vërtet duhet trajtohet edhe tani ja vlen ta trajtosh, është që duke qenë unë personalisht kundra çdo lloji interpretimi të momenteve trans, gay dhe gender, duke qenë kundra komplet. Jam kundërshtar absolut i këtyre. Të janë deformimi jashtëzakonshëm i mendimit filozofik dhe politik, po deformimi jashtëzakonshëm është ideologjik në trajtimin anti-familje, anti-zot, anti-natyrë. Dhe kjo duhet jetë e qartë një herë e përgjithmonë. Në sistemin ton të mendimit njerëzor, human, që bashkon natyrën edhe besimin, religionin, ka vetëm dy gjini, mashkull dhe femër. Dhe këtu mbyllet diskursi. Por tani nuk duhet të egzagerojmë. Mua më prishet puna kur në pasaportën time krahas dy gjinive vendoset dhe një gjini tjetër. Ose një efekt tjetër përcaktues. Në qoftë se në pasaportën time vendoset mashkull ose femër, këtu në mbyll diskursin. Në të gjithë elementet të tjerë pastaj kam të drejtat e njeriut, siç kanë të drejtat e njeriut ata që me të vërtet nuk e ndjejnë veten kështu si se ndjej unë dhe si se ndjeni ju, shumica e ju. Gjithmonë kanë qenë prezent në shoqëri. Njerëz të cilët sigurisht nuk e kanë ndjerë veten të qartë në gjinin e tyre. Por ama, ligjërisht ne kemi dy gjini, mashkull dhe femër. Në pasaport kemi dy gjini, mashkull dhe femër. Në letër njoftim, dy gjini, mashkull dhe femër. Ose femër e mashkull, si doni ju. Dhe kjo është barazia gjinore. Të respektueshme të dyja. Si e mashkullit, si e femërës. Me të drejtat barabarta të dyja, pune, arsimimi, votimi, ligji, të dyja palët të barabarta. Kjo është barazia. Të tjera barazi nuk mund të ketë dot. Një mashkull me një femër. Për ndryshe, nuk mund të bënin bashk boks. Nuk mund të lunin futboll bashk. Dhe nuk mund të punonin. Për respektin, sigurisht që unë gati kam respekt më tepër për femrat se për mashkullit. Për nanën se sa për babën. Që sigurisht i kam dashur fort të dy, njëkohësisht. Kush nuk e don nanën? Këta e marzira tash, që duan ta japin leksionen ditë të sotme. Këta janë idiotizmat e modernitetit edhe budalliqeve që shpik bota. Pra në qoftë se ti nuk më ke luajtur mu, identitetin tim, kromozonet e mia, mashkullore, nuk e bëra asgjë tjetër. Jam normal me ty. A në qoftë se ti duhet ti luash edhe ligjërisht këto punë, atëherë unë kam problem me ty. Problem të madh. Po tani nuk ka problem ma, sepse kështu është. Sot në zirin, palaçolleqet e Sali Berishës nuk kanë fund, kupton. Sepse ai është njëri që do të shfrytëzojë gjithçka, dhe duke qenë i tillë sigurisht e deformon historinë, përgjithësi duke qenë një komunist i lindur, një bolshevik i lindur. Po sot kishte sajte që thoshin për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohin pasaport vetëm mashkull dhe femër. Po ata kanë luajtur pasaportën. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në disa vende kanë luajtur pasaportën. Letër njoftimin. Kanë përcaktuar edhe një gjini tjetër. Ose një dukshmëri qëllim mbërritse të një gjinie tjetër. Ne nuk e kemi këtë punë. Në pasaport kemi mashkull dhe femër, apo jo? Apo po gënjejtës, ose mos e kam gabim. A në qoftë se do na luajnë këtë punë, atëherë unë kam problem të madh dhe unë nuk do të isha dakord kurrë as në Bashkimin Evropian, as me shtetin që sigurisht po të luante mendsh, shteti shqiptar do ta bënte këtë punë. Por nuk ka luajtur mendsh deri në këtë pikë. Prandaj mbyllet ky diskurs. Nuk kemi pse i luajmë më. Ka dy gjini, mashkull dhe femër dhe asgjë më tepër se sa kaq. Dakord miqtë e mi. Nuk kemi pse grindemi më tepër dhe bëjmë marrëzira më tepër se sa kaq. Kështu është edhe ligji jon, i përcaktuar qartë dhe pastër. Dy gjini, mashkull, femër. Të dyja të shkruara në kushtetutë, të dyja të shkruara në pasaportën ose ID-n ton personale të çdo njeriu që është shtetas i Republikës së Shqipërisë. Të tjerë janë pallavrat që do Sali Berisha t'i bëjë sepse kujton se fiton pikë. Në vërtetë vazhdon të humbi pikët. Ja dhanë një shans socialistat që
sigurisht të diskutohej një ligj që vinte nga aprovimet e LGBTQ-ve, këtyre tipat që merren me këto punë, që në vend që të shkojnë të punojnë merren me tjera, ende melhane që nuk merren me kur gjatë tjetër, vetëm se merren me gay pride e kështu, marrëzira, që kupton? Deviacionet, cilat janë edhe kundër Zotit dhe kundër natyrës. Por hajt tash po i durojmë edhe fije, po mos kërkojnë të drejta më tepër, sepse nuk mund të kenë të drejta më tepër se të drejtat e njeriut. Nuk kanë pse të kenë, dhe s'ka arsye pse të kenë, të drejta më tepër, surplus, se të drejtat që janë përmbledhur, vendosur, të drejtat e njeriut. Në qoftë se themi barazi gjinore, kjo është barazia gjinore. Një mashkull i barabartë me një femër, ligjërisht edhe në staturë. Fizikisht nuk mund të jenë barabartë. Sepse si ka krijuar Zoti edhe natyra të tillë, ama ligjërisht sigurisht janë përpara. Patjetër që janë barabartë. Pile nga njëherë, ne si gentlemen që jemi mashkull, i vendosim më lart femrën. Është detyra jonë, ose jemi gentlemen. Ata që nuk i vendosin janë retro politike ose retro filozofike. Sigurisht një nënë është një nënë, sigurisht një gjyshe është një gjyshe, një motër është një motër. Një grua është një grua. Kush nuk e di këtë punë. Por ligjërisht jemi të barabartë. Kaq, asgjë më tepër se sa kaq. Dakord, miqtë e Prizmës. Sigurisht tash do të trajtojë një problem tjetër, atë të pronave të religionit, të pronave vakëf. Në padrejtësinë e madhe të diktaturës, sigurisht që vitin 1909, vitin 1967, ajo që ndodhi në atë kohë, ishte jo vetëm armiqësia, padrejtësia e madhe kundrejt besimit, Zotit, prishjes institucioneve, burgosjes, të fjalës në besim, po dhe të klerikëve, por një parë mënyrë edhe acarimit i jashtëzakonshëm, luftës së ashpër, jo vetëm klasore, po dhe religionare. Ishte një marrëzi në mënyrë tragjike në vendin tonë. Dhe kjo marrëzi u zbatua dhe ke pronat e kishës. Nuk u zbatuar që në 1967, ma që në 1946. Dhe shumë pronat të religionit, të besimeve, të komunitetit musliman, të kishës katolike, ortodokse dhe bektashit, janë qenë fillim që në vitin 1945-46, jo vetëm të sunduara, por edhe të futura në sistemin e reformës agrare, dhe shpeshherë të kontrolluara se si kanë ardhur, në përgjithësi kanë ardhur edhe me falje, kanë ardhur edhe me raportet që kanë pas para 1944-s, sidomos në kohën e Zogut, dhe njëkohësisht dihet shumë mirë që edhe pronat vakëf, edhe pronat e kishës, edhe pronat e komunitetit bektashi ishin të regjistruara dhe ishin kudo. Në 1990 u tregua e pa drejt, në 92-shi dhe në 96 u tregua pa drejt. Edhe sigurisht kemi dhe shemujt në Shkodër, shemujt të transformimit tyre edhe njëkohësisht edhe pa drejtësisë madhe të bërë. Edhe në këtë pikë unë jam pro ndreqjes këtyre gabimeve, po jo acarimit, pa drejtësisht me atë që nuk ta ka fajin. Ai që do që të bëjë një të mirë, që do që të rregullojë qytetin. Këtë tash nuk është punë e mirë dhe ata që duan të interpretojnë fjalën time duhet ta kuptojnë mirë që nuk duhet ta acarohen shumë me pjesën e tyre të religionit, sepse kam frikë se do të shkurdisi një mekanizëm të lindur në popullin shqiptar, i cili pastaj nuk i vlerëson mirë edhe komunitetet religionare në pronësinë e tyre. Sepse di histori shumë të ndyra, edhe të vrasjeve dhe mosmarrëveshjeve të mëdha, edhe të klerikëve për pronën. I di shumë mirë këtë punë. E nuk mund t'i bish në qafë atij që realisht nuk të ka bërë gjë, ti ka bërë dikush më përpara. Kur ai i para 90-s t'i bënte këtë punë, ti nuk ishe as kërkun, nuk flisje as një fjalë. Dhe nuk fole as një fjalë edhe ai që erdhi mas 90-s e ta transformoi me anë të letrave me vlerë. Të bleu
çdo gjë me letrat me vlerë, ti privatizoj me letrat me vlerë, ti si ishe i Zoti. Ose nuk ishe këtu, ose i vogël në mosh, duke lejuar ata që ishin më të mëdhenj mosh, me emra dhe me emra, që ta bënin këtë punë. Dhe që ishin myfti të këtij qyteti, hoxhallar këtij qyteti. Nuk bërë asgjë. Edhe të gjitha këto i bën me atë që të ka në konsiderat. Dhe kjo nuk është një punë e mirë. Megjithëse unë jam që komunitetit t'i kthehet çdo gjë. Po jo në momentet kur ke lejuar të bëhet padrejtësia më e madhe, të krijosh edhe padrejtësi të reja, ligjore, ti pranosh të gjitha në kurrizin e një komuniteti, edhe të bësh tash raportin e keq, jo të ndershëm, jo qytetar, me atë që nuk të ka shumë faj. Sepse një pjesë e privatit ka paguar parat, një pjesë e shtetit nuk ka asnjë lloj faje se kështu të është vendosur. Deri me VKM. Deri me VKM, duke u dhënë prioritet atyre që o ishin të partisë, o konsideroheshin ish persekutuar, ish pronar, o që i konsideronte njerëzit e vet. Edhe ti nuk bëre fjalë asnjëherë. Asnjëherë. Dhe njëkohësisht është bërë me letra. Janë me letra të gjithë. Të drejtat pa drejta janë me letra siç duhesh, siç kërkohesh ose siç interpretohesh, por që i kanë gjitha letrat. Dhe që në fundit është e qartë shumë që të dalin një letër e madhe që nuk mjafton Bashkia e Shkodrës. Bashkia e Shkodrës bile është gjysma jashtë, për mos thënë e gjitha, sepse sigurisht me tokat VKF dhe me tokat të cilat ka vepruar shteti, merret shteti dhe jo bashkia. Në këtë pikë, kujdes të madh në raportet qytetare, sepse nuk janë të gjithë budallë. Nuk janë të gjithë në Facebook që duan ta çarohen, e sidomos nga një element tjetër atje që s'ka lidhje fare me ty, të urren ty bile si religjon, por që të shfrytëzon sepse ti po armiqësohesh, duke mos qenë shumë i qetë, duke u ngutur, duke të munguar qetësia, dhe sidomos duke vepruar me inate. Asgjë nuk zgjidhet me inate. Asgjë. Përkundrazi, humben shumë e jashtëzakonisht shumë pikë. Pa tjetër që unë dua që religionet, komunitetet religionare t'i gëzojnë ato prona, me aq sa është e mundur. Po kur në përgjithësi njerëzit janë dëmtuar nga një 45 vjeç, sigurisht që do dëmtohesh edhe një religjon, edhe komunitetet fetare. Kur jam dëmtuar edhe unë si individ, të gjithë janë dëmtuar. Diktatura nuk ka pyetur shumë, sidomos në pronën që kishin religionet. Janë qitë kongresin e përmetit të shuajtur. Ju është rënë qafë që në 1946 me reformën agrare, e sidomos 1967 ka marrë fund gjithçka. Është shumë i vështirë ti sjellësh e ti kthesh. Megjithatë, në ato që janë bërë dhe shumë padrejtësi ndaj komunitetit dhe në mënyrë të veçantë edhe ati musliman. Imagjino është hapur rruga atje. Dhe rrugë është hapur edhe në oborret edhe në dy torrat e ish konsullatës britanike ose Viljes Pagjet. Edhe shumë element tjerë. Edhe gjyqjet i kanë përcaktuar, janë letrat shumë mirë. Edhe pastaj janë bërë privatizimet, e pastaj janë bërë dhurimet, e pastaj shitjet. Në çdo moment, edhe mos kenë munguar, kanë humbur. E tash i vjen dita, duhet patjetër të ketë një kontradikt të tillë, e cila nuk ka për të bërë dëm atyre që ndërtojnë edhe atyre që kanë blerë, por atyre që janë vënuar dhe që s'kanë qenë zot të zgjidhin problemin ligjërisht, që s'kanë ndërhyrë për shumë interesa në kohën e duhur, në vendin e duhur. Atëherë kur privatizuan gjithçka, kishin edhe religionin e tyre, kishin edhe drejtues të religionit, nuk bën fjalë. Nuk mund zgjidhen mas 30 vjetësh, të punë mas 20 vjetësh, sepse sigurisht duhet ndreqen në një padrejtësi tjetër, e cila është padrejtësia e tyre vetë, brenda institucionit. Në qoftë se gjithmonë është padrejtësi. Prandaj duhet kujdes.
jashtëzakonisht kujdes i madh në këtë drejtim. Nuk bën kështu. Nuk funksionon kështu dhe nuk ka për të funksionuar kur kështu. Dakord me qenë?